Unë profet me thënë drejtën e kam pas gjithmonë kundërshtar në shkollën Gjeradin Fishta, ne ishim në ekip tjetër, po i vetmi person, ndoshta ajo ushqyme edhe për i babës tem, din kur flite për profesor Selamin, flite jo vetëm si futbollist, po edhe si njeri, ishte respekt i trashëguar për familjes teme për profesor Selamin. Mandej në rratë e shkolla Gjeradin Fishta, po kur ishte profesori aty s'u bosha kur me nerva, sepse si humte si fitote kishte i qetësi që na nepte tonëve, edhe ka një njëri që ka reflektu gjithmonë mirësi. Mandej mua vonë me profesor Esatin, njerin e Satrakiçi edhe me profesor Selamin rrishim shpesh, diskutoheshim shpesh gjëra që i thona edhe nuk i thona, sepse e tillë kena pas raportin. Si futbollist thash, e muaj mend vetëm fjalët e babës tem, që e adhurohet për mënyrën e lojës. Kurse si njeri, du më thonë se sporti nuk ka gjithçka, sporti është një pjesë e vogël e jetës, kurse aja që njëri tregon mas sportit është gjëja më e rëndësishme. Edhe unë them që profesor Selamia është një nga vlerat e shtume që qytetit tonë, një gur shumë i çmum i futbollit vllaznis që ka me gjatë, sepse janë disa lojtarë përveç sportit kanë edhe jetën mas ti. Unë du me falenderu bashi 100 vjeç, nuk mundem me i thonë se ju t'u afruhet me i t'hatri, po inshallah t'kena shumë vite mes nesh profet Dufër.